Emigrantët shqiptarë që kthehen në vend dërgojnë më shumë remitanca gjatë periudhës së emigrimit krahasuar me ata që janë ende jashtë. Ndërkohë, sipas anketës së emigracionit, emigrantët aktual dërgojnë më pak para, pasi lidhjet e tyre me vendin gradualisht dobësohen me kalimin e kohës. Rreth 40% e emigrantëve kanë dërguar remitanca gjatë qëndrimit jashtë vendit, me përqindjen më të lartë e emigrantët e kthyer. Emigrantët meshkuj janë pothuajse 2 herë më të prirur të dërgojnë remitanca se sa femrat, ndërsa kjo prirje rritet me moshën dhe kulmon në grup moshën 45 deri në 64 vjeç. Niveli arsimor ndikon gjithashtu, pasi emigrantët me arsim të mesëm dërgojnë më shpesh remitanca krahasuar me ata me arsim të lartë. Sjellja ndaj remitancave rezulton të jetë e lidhur ngushtë me aftësinë për të kursyer gjatë përvojës së emigrimit. Të dhënat tregojnë se emigrantët e kthyer që kanë dërguar transferta parash gjatë qëndrimit jashtë vendit ka qenë në gjendje të kursejnë mesatarisht 50% më shumë krahasuar me ata që nuk kanë dërguar remitanca. Konkretisht $450 amerikan kundrejt $300. Një prirje e ngjashme vëret edhe tek emigrantët që aktualisht ndodhen jashtë vendit, megjithse diferenca në nivelin e kursimeve është më e vogël. Po ashtu emigrantët e kthyer që dërguan remitanca rezultojnë më afër përmbushjes së pritshmërive të tyre për kursim. Ata arritën të kursejnë rreth 76% të shumës që kishin planifikuar, ndërsa emigrantët që nuk dërguan remitanca kursyen vetëm 42% të pritshmërive të tyre. Në përgjithësi, individët që arritën të kursenin para kishin prirje më të ulta për kursime, mesatarisht $535 krahasuar me $649 për ata që nuk arritën të kursejnë, duke nxjerrë në pa një mospërputhje mes objektivave financiare dhe rezultateve reale. Përvoja ndërkombëtare tregon se remitancat janë më të larta në vitet e para të emigrimit, por bien me kalimin e kohës, ndërsa ata që synojnë kthimin mbajnë lidhjet më të forta familjare dhe vazhdojnë të mbështesin financiarisht familjet e tyre në vendin e origjinës.